Një 73 vjeçare ka gjetur vdekjen e asfiksuar nga zjarri brenda banesës së saj në lagjen 13 të Korçës. Fluturie Potka prej vitesh banonte e vetme në një pallat në lagjen periferike të qytetit dhe mëngjesin e kësaj të njëjte ka gjetur vdekjen pasi një zjarr ka përfshirë kuzhinën e apartamentit ku banonte në katin e dytë. Kanë qenë fqinjit ata që kanë lajmëruar policinë dhe shërbimin zjarfikës, të cilët kanë arritur të izolojnë flakët pa deportuar së pari në ambientet e tjera të apartamentit dhe të pallatit. Po fëmijët i theshin, hajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Hajde se kemi dhe një shtëpi tjetër, kishte djali në Lespunusja. Kishte një shtëpi në katë të dytë, jo, nuk ngjite me nuk zbrez dot. Jetonte vetëm. Jetonte vetëm. Ne nuk delte fare ajo, nga dora ajo një zbriste poshtë lartë, jo, vetëm në shtëpi. Policia po heton për zbardhjen e ngjarjes, ndërsa ky nuk është rasti i parë kur të moshuarit që jetojnë vetëm gjejnë vdekjen brenda banesave të tyre në Korçë.